Shumë shkurt, Endri, se do kalojmë tek pjesa e fundit që lidhet me Shqipërinë. Tek ky rendi i ri botror, është ky fenomen që po ndodh? E para një rendin botror po e kundërshton Evropa dhe po e kundërshton pjesa tjetër e botës, përfshirë dhe Kinën, që nuk janë për ndryshimin e rendit botror. Dhe këta e kanë bërë më se të qartë, nuk duan. Kina ka ato që ka pretendimet e veta ndaj Tajvanit. Mirë, kjo është tjetër gjë. Por ajo është një pretendim i vjetër i Kinës, nuk është pretendim i ri, dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke hequr vendin Tajvanit në OKB dhe duke ia dhënë Kinës, në një farë mënyrë e kanë pranuar legitimitetin e kërkesës. Por, për sa i përket mënyrës tregut global, tregtisë lirë, etj, pra dhe këto, Kina është për atë gjë. Për atë që jemi aktualisht. Evropa është, Australia, Korea, gjithë të fuqitë mëdha. Jo, pyetja ime duke lidhur me atë që thotë Galdini. A ka një tentativë të SBA-s për një rend ri botror që po kundërshtohet? Sidomos në Evropë, merci është për ruajtjen e rendit aktual, që është globalizmi. Ato kushte lufte, mos kujtoni se është paqe. Ajo është hapi i parë, dhe hapi i dytë është pushtimi pjesës tjetër, dhe hapi i tretë është Balltiku. E di Evropa këtë gjë fare mirë, prandaj merci vajti në Ukrainë dhe i dha një paket tjetër 5.7 miliard euro Ukrainës dhe hapi uzinat, përveç Rheinmetall, do hapen uzinat e reja gjermane, të cilat do ketë bashkëpunim në fushën e raketave, dronëve këto tjerë. Është Evropa dhe gjithë pjesa tjetër e botës që po e kupton, ajo nuk është më, ajo është një diçka e momentit, ajo të duket sikur fiton paqe, me atë ti fiton luftën, me atë që është aty. Dhe nëse mund të bësh një koment, Putini ka 3 ditë që nuk flet, që në momenti i goditjes, edhe Trumpi ka 3 ditë që nuk bën Twitter ama. As Trumpi nuk ka? Jo, nuk ka. Ka 3 ditë e ka qepur. Do thotë që i kanë mirë punën? Do thotë që i kanë mirë punën, thotë Galdini. I ka qepur... Okej, publicitet dhe pastaj do flasim... Shiko pak, jo se mua më pëlqen kjo gjë, por kush fitoi në Poloni? Një president që është pro politikave të Trump, me sa... Që do thotë? Cila Europë? Po kush, po presidenti atë është si Barandega këtu, nuk është se... Excuse me, cila Europë? Shiko, pse... Nuk ka lidhje, po nuk ka lidhje, presidenti atë është... Ore, Europë simbolikisht... Po në Rumani kush fitoj, po në Gjermani, pra nuk ka... Simbolikisht Europën e rregluja, po lëre se kërkon, çdo gjë ta quash në glob... Po lëre, mo tani, qa Europa mbaron me 2 zgjedhje, me 2 vende që dalin jashtë Europa... Ai president ka po aq fuqishtë ka publicitet që të mos e përfshim Europën në këtë konflikt të madh botror.